Big Brother Kosova. Ajo botë ku çdo gjest duket si operacion sekret dhe çdo shikim është një dramë ndërkombëtare. Imagjino, je aty, shtrihesh në divan dhe menjëherë dikush mendon se je duke bërë komplot për pushtetin e shtratit. Dhe po, nuk e di se si ndodh, por edhe kur nuk flet, sytë e kamerave janë aty, duke regjistruar çdo sekond të jetës tënde, edhe kur shkon të marrësh ujë, çdo ditë është një miniseri. Një kombinim i telenovelës me reality show dhe një dozë të madhe Kosovë style intrigash. Një konkurrent mund të vendosë të hahet nga një ndjenjë e papritur xhelozie dhe papritmas, gjithë shtëpia është një teren i luftës psikologjike. Dhe gjithmonë ka ai momenti i famshëm kur dikush thot diçka dhe menjëherë gjithë shtëpia mendon, apo e mendon seriozisht apo po bën dramë për audiencën. Por, nuk është vetëm dramë. Big Brother Kosova është një lloj laborator social ku njerëzit mund të shohin veten dhe të tjerët nga këndvështrimi i kamerave 24/7. Nga shikimi i kafes në mëngjes deri te diskutimet e natës për kujt e ka marrë më shumë zili televizori, çdo detaj ka rëndësi. Dhe sigurisht, asgjë nuk është më argëtuese se kur dikush përpiqet të fshehë ndjenjat, por kamera e ka kapur gjithçka. Dhe mos harroni, Big Brother Kosova është gjithashtu një mënyrë perfekte për të kuptuar se si njerëzit e zakonshëm mund të bëhen superhyje për një sezon të vetëm. Një gjest i vogël i qeshur mund të kthehet në meme dhe një debat i vogël mund të bëhet temë për gjithë rrjetet sociale. Pra, në fund të ditës, Big Brother Kosova nuk është vetëm një reality show. Është një kombinim i komedisë, dramës, intrigës dhe një kurs i avancuar i psikologjisë sociale, ku çdo konkurrent është një heroj, një antiheroj dhe ndonjëherë një psikolog amator njëkohësisht. Dhe gjithmonë ka kamerat që nuk flen kurrë, nëse mendoni se mund të duroni 20 minuta me tension, humor dhe ndonjëherë edhe pak absurditet, atëherë ky është vendi për ju. Big Brother Kosova.